Na qëtu përjetojmë këtë vendin tonë, si cili e shikon me synin e vetë këtë tokë të Zotit. Unë për ju të regoj, si hoqë që tu që jem me juve, e jo pak vjetë, po prej hoxalarëve të ri ma i vjetëri tash unë kam betë, i shikoj edhe rrugët ka heci. Ka marua e rrugën, rruga e drejtë, shpine ka marua, po derën s'pe prishen stubat. Ajo dera i ka dalë, kaq, se be shpi ka ikë. O vlla musliman, prishe edhe derën dy shtylla, e ikë edhe me to, bone drejtë. Edhe bukur, edhe ja letojsh dikuj me ecë në tretuar. Na ecë në tretuar, kër po vim të dera jote, po dalim në asfalt. Për asfalt, të një prapë tretuar. Pse shtremt kështu? E po komuna duhet këtu. Cila komunë be? Cila komunë me ta nëreq ty për lypish? Pse kështu i shtremt ti je? A pe kuptoni? E cish së kaki drejt. Ky, mashallah, shpinë ka shku, ose ligjja ka qu, ose me pas mujta i në asfalt e kishë vuziti. Po derën ja se ka prish qatë keqen e kalon. Pse? Mës po jep sadak tretuar me hec halkit pak. Po tutët mës për e rahaton dikant. Po tutët mës për e rahaton dikant. O vlla musliman, mës u bon kështo. Prisha derën, kush kini dyrë, mës pa që të pare, kalzoni mua këtu, na me gjëmat vim, ja u prishim, ja vëm shtyllat më mrenda, edhe na ja ndreqim me gjëmatin tonë. Na kemi ndreqim 3-4 vende që si dyrë, prapë vazhdojmë të ndreqim. Ja, pse kështu? Ja se dëkush mës na i malen kërrin para derës. Me paragjykimet kojtjes, ato, me kojtje. Me paragjykimet të mbrapshta. O musliman, a se dish që duhet mi bo rahat kamsorët? O musliman, a nuk e din që duhet mi bo rahat qytetarët? O musliman, a nuk ja u dëshirojsh të tjerëve atë që dëshirojsh për veti? Edhe juve për ju thëmë, ka të hecë një këqyrni, ka hecë kështa? Dera kështa, klap më për më. Pse kështu? Mu dikush më ka pyet, ti hoqë me konë u të hecë si janë, kryetarit shtetit, që kështë e bonë? Pyetje bisedit, të lirë. Thash vallahi isha munua, mi bon rahat qytetarët. Krenaria më e madhe e njerëjut, krenaria, manen men, krenaria më e madhe e jonë është, kër tjerit i bëjmë rahat. Qëfar krenari ki po lypë qëtërsent? Unë po i afrohëm 60 shqytë. Qëka po lypi qëtërsent? E lypi Allahot shnetin më falët, e mbaft hizmeqar deri në vdekje ti bëj hizmet këti popull. Me ligjerata, edhe fizikisht, edhe materialisht. Shka qëtërsen ti je, shka po lyp qëtërsen ti? Kretë shka të lypisht të dynjas, ki me lanë. Kretë shka të bëjsh për Allah, ki me marrë me veti. O vlazen, për fund, shka të mund një bre, ban një mirë. Rrugën pastrone, bërlogin largone, tretuarin zgjerone. Shikoni, shkat mund një bani mirë. I kam ble para 2 vjetë 4 gumat e makines të reja. E jem parkua më një vend. Si jem parku gabim, si ja kam lanë më jam shel dere. Rrugët jenë qështu. Rrugët e tona të shudini gjithë. Gjonë ka qenë. Kur këm dalë, për aty vitën 4 gumat, kur shkova, se cilës ja kishë vunë ka një gosht. Qëfar se vapja i ka bënë? O vlla, o musliman, o vlla, o musliman, edhe një gosht si ta shohish në rrugë, dije që dikuj i shkon në gume, dikuj në bicikl, dikuj në kanë, ka pe hiqe. Pejgamberi jytë ka thanë,
wa imatatul adha anit tariqi sadaqa, me heq një gjë që bën dëm të tjerëve nga rruga, me heq të vendi vet, është sadak. Allah ju bëft sadak çdo punë.